Roni, si kemi parë në ditët e tua sociale që ke shpërndarë edhe një intervistë ku vetë ke përmendur që Gjesti është fituesi pa diskutueshëm edhe më parë. Po, si ke pati realisht edhe pastaj edhe këtë veprimin që po polemikat që u krijuan për çështjen e flamurit kur përfundoi vetë ky Big Brother? Shikoni, Arta, fillimisht ne jemi pjesë e pandashme aktiviteteve të pandërprera mediatike ku trajtohen këto diskutime dhe tema të ndjeshme që kanë të bëjnë me përkatësinë, identitetin kombëtar, pastaj momentet e krenarisë, ngritjes së një flamuri në podium nga personazhe që performojnë muzikë, realizojnë aktivitete të ndryshme, në mënyrë automatike krijohet përshtypja dhe pyetja narrativa ne dhe ju dhe ne. Dhe kjo narrativ sigurisht që është rezultati një boshllëku brenda diskursit publik, mungesa e një reflektimi të thellë mbi shumë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me kombin dhe shtetin, apo shtetin dhe kombin, perceptime këto që e bëjnë shqiptarin të polarizohet dhe të bie pre e një problemi që ne e quajmë mungesa e një afërmimi me identitetin tënd kombëtar. Pra, kur ne dim ta bëjmë dallimin e konceptit se çfarë është shteti dhe çfarë është kombi, atëherë sigurisht ne do të jemi shumë të vetëdijshëm apo koshiencë, cilat mund të ishin arsyet apo motivet që Gjesti ngriti flamurin e shtetit Kosovë dhe sigurisht që në ato momente ne këtë duhet ta cilësojmë si një moment krenarie për Gjestin, sepse flamuri një shteti nënkupton momentin celebrues të një fitoreje që Gjesti e ka pritur kaq shumë kohë, sepse kishte theksuar edhe në rrjetet sociale, por edhe në aktivitetet e tija në shtëpinë më të famshme në vend, në Big Brother VIP Albania, se ka qenë ëndra e tij që ta fitonte këtë garë. Po tani do të lindte pyetja, po pse nuk e ngriti flamurin kombëtar? Nuk ka asnjë dallim këtu. Ai gjatë gjithë kohës në Big Brother VIP Albania, jo gjatë gjithë kohës, por shumicën e rasteve kishte të veshur bluzën e kombëtarës shqiptare, dhe tani çfarë ti themi ne, ti themi pse nuk e veshi bluzën e shtetit përfaqësuesës së Kosovës. Ja pra, Gjesti gjatë gjithë kohës ka arritur ta ruajë balancin. Dhe këtu pra problemin kryekëput tek shoh tek perceptimi publik dhe distancimi kritik. Njerëzve ju mungon kritika dhe bien pre një logjike të rrjeteve sociale që i polarizon strukturat shoqërore dhe krijon pra këtë narrativë që më pengon më së shumti ne dhe ju, apo ju dhe ne. Dhe ajo që është mua më ka lënë përshtypje, që nuk më ka pëlqyer fare ta them të drejtën, sepse është qëndrimi im personal dhe po e shpreh opinionin tim, po pse do duhej Gjesti dhe Rozana t'i fikin dritat që të dy bashkë? Po pse nuk i fiki fituesi dritat Gjesti? Pse do duhej që të dy bashkë? E ndan këta fitoren bashkë? Jo, ishte Gjesti fituesi. Nuk e kuptoj akoma arsyeën, ndoshta Redioni mund të ma sqarojë, sepse është gazetar, u lumton këto, ta fik dritën Rozana dhe Gjesti. Po pse Gjesti jo? Të tjerët që e kishin fituar, ja pra Luizi, e kishte mbyllur dritat vetë, sepse i fiki, fitoi dhe ja. Po Gjesti me Rozana, po ja pra dua ta di edhe këtë nga Redioni, se e kam përcjellë Redioni, është gazetar u lumtues. Redioni nëse po na dëgjon, ishte një pyetje interesante kështu nga Roni, që edhe kjo ka qenë një çështje që ka qenë goxha komentuar në rrjet. Pse duhet të ishin të dy që i fikën dritat dhe jo fituesi, si ka qenë gjithmonë? Skenari i parë mund të jetë që largësia e shtëpisë dhe vendit ku shpa fituesi është e largët, ndoshta për të evituar, le të themi, për të shkurtuar kohën, ndoshta është bërë kjo, por varianti i dytë, nga ajo që pa shumë, është ndoshta për t'i dhënë edhe Rozanës, le të themi, një lloj trofeu, apo edhe një lloj, le të themi, suporti, apo edhe një lloj vlere, pasi edhe ajo është parë si një fitues i këtij edicioni, por mua nuk besoj që ka qenë me ndonjë tendencë ose për të, le të themi,
për të na bashkuar ose për të ndarë ose për t'i ulur le të themi vëmendjen gjestit, besoj që ka qenë thjesht efekt kohe, në të kundërtën nuk e di ta them pasi në këtë variante shikoj. Shumë nga ne le të themi ndoshta mund ta shikojnë edhe si një lloj bashkimi i të dyve, ndoshta edhe ky është një tjetër mesazh i bukur dhe që duhet parë në këto objektive dhe të mos shihet le të themi me kritikë. Të plotësoj atë që tha Edioni sepse diskutoi për Rozanën dhe Gjesin dhe tha që mund të jetë një mesazh që pasqyron apo reflekton bashkimin e shqiptarëve, sigurisht që në këto situata nga njerëzit që e shikojnë me një lupë të thellë mendimi dhe një analitik të zgjeruar, unë mendoj që kjo nuk ka të bëjë me këtë mesazh, sepse e justifikon veprimin e Lidionit apo produksionit, do duhej Gjesti ai t'i fikte dritat, dhe pse? Sepse ashtu i takon fituesit. Nuk ka këtu bashkimi e bën fuqinë apo forca ose uniteti përbashkët, se po t'ishte kështu atëherë gjërat do t'ishin më ndryshe që nga fillimi dhe nuk do t'i thonin Gjestit shiko se ti nuk di të flas apo nuk e kuptojmë, nuk e di çfarë fletje, kalama, etj. Se kanë qenë etiketime bulliste drejtuar ti e që ky ka përballuar jashtëzakonisht mirë duke menaxhuar situatën dhe në fund ja çfarë bëri? E pranoi që bashkë me Rozanën t'i fikin drita dhe kjo ishte një super aftësi e Gjestit që të balanconte situatën. Se në ato momente do të ishte pikërisht Gjesti që do të mund të thoshte Lidionit jo, unë duhet t'i fik sepse unë jam fituesi, por këtë nuk e bëri. Ju mendoni që nuk do ta bënte, sepse e bëri dhe unë këtë e shoh nuk e shoh si përçarje apo tentativë ose tendencë për ta ndarë shqiptarin në dy perspektiva, sepse jemi një dhe the shumë bukur, jemi një komp, por në këto raste ka qenë konsideroj që ka qenë gabim produksioni pse Gjesti nuk i ka fikur dritat. Gjithsesi, ne tani po bëhemi pjesë e përditshme të këtyre aktiviteteve dhe reality show kudo në rrjetet sociale. Dhe këtu është një problem substancial. Duket sikur ne po jetojmë me pamje dhe jo me emocionin apo kuptimin apo realitetin brenda këtyre pamjeve, emocionin empatik të këtyre pamjeve dhe momenteve që ne i ndjejmë nga afër dhe kur unë them që jetoj vetëm me pamjet, kjo ka të bëjë pikërisht me algoritmat, klikimet, amplifikimin e këtyre rrjeteve sociale mbi ne, që ushtrojnë ndikim të pandërprerë, dhe në anën tjetër mos harroj një gjë, të jetosh me pamjet i bie që ti jesh vetëm një shoqëri e spektaklit, pra. Të jetosh vetëm me spektakël dhe me klikime. Po ku janë emocionet, ku janë ndjenjat, ku janë përjetimet, senzacionet, çfarë kuptimi ato marrin? Vetëm thjesht kuriozitetin ton që të ndjejmë çfarë të ndjejmë? Të ndjejmë spektakël, gjëra interesante. Dhe kjo çfarë përfaqëson pastaj? A mund të shkaktoj, a mund të rrezikoj ndërgjegjen apo ndërgjegjësimin tonë mbi këto fenomene dhe dukuri që mund të shpërfaqen në këto aktivitete, në këto reality show, sa të duash. Se e pamë edhe rastin e fundit të Jozit me Gjestin dhe shumë situata tjera. Pra ishte ajo që ne jetuam në ato raste, jetuam si spektakël dhe na mungoi thellësisht reflektimin në këto diskutime dhe në këto situata. Po, Redion, sa i përket kësaj, pra si po ndikojnë personazhet e tilla në opinionin publik, në diskursin publik, diskutimi për to sa po ndikon pastaj edhe tek media dhe tek qytetarët përgjithsisht. Sigurisht që formati si Big Brother, le të themi, e kanë atë ndikimin që shkojnë tek masa dhe shkojnë tek çdo grup mosh, por zakonisht zjat edhe Big Brother, pra është një emision që nuk ka një gjatësi apo nuk ka një ndikim themi të gjatë, ka ndikimin 3-4 muaj sa zjatë dhe pa diskutim që e përfshin publikun në masë dhe le të themi ne jemi ata që përfshihemi shumë, le të themi e marrin si personale çdo sjellje apo çdo gabim apo çdo të mirë që bëhet në këtë format, do duhet që ta shikojmë më të ftohtë dhe ta shikojmë thjesht si një spektakël, si një emision ku përballë kemi personazhe që nëse zgjedhin të luajnë si do luajnë, apo edhe nëse luajnë se sa shkojnë tek limitet apo se sa le të themi prekin në tema të thella sociale apo në mesazhet që japin,
por këtu duhet të fokusohemi më shumë se sa le të themi ta marrim tek vetja jonë sikur po na ndon neve. Shumë njerëz të cilët e kanë ndjekur, e kanë admiruar, e kanë mbështetur, e kanë suportuar gjestin, kanë qenë një sër arsye që e kanë bërë këtë, por një për arsye më të fuqishme është ajo forca konzistente, mendore, e përballueshmërisë ndaj atyre ekspozimeve dhe momenteve të pabarabarta, abuzuese dhe keq trajtuese në ndërveprim mes banorëve njëri me tjetrin dhe diskutime apo debateve që zhvilloheshin me gjestin, sepse ju dukej habile shumë çudi e madhe që një njerëz të ketë po kaq shumë energji dhe të arrijë t'i provokonte, t'i zhveshte të gjithë nga petku i etikës shumë banor, aty duke filluar nga Laerti dhe shumë të tjerë, që përpiqeshin të promovonin intelektualizëm dhe në anën tjetër provokoheshin pra nga një njerëz me shumë energji. Tregoj edhe inteligjencë emocionale, mos harroni këtë. Një njerëz kaq energjik të ruante balancë dhe të tregonte aftësi të menaxhimit situatave, duke i provokuar banorët, duke ruajtur qetësi për vete dhe duke u goditur fizikisht dhe duke u shmangur, duke ruajtur qetësi, duke i kërkuar falje publikut e falje prindërve, e duke i thënë prindërve jam mirë dhe çdo gjë po shkon bukur, që nga fillimi duke treguar maturi, ishte i fortë në përgjigje të rrufe me banorët. Çfarë prisni ju? Që të mos ta fitonte? Jo ta fitonte, po unë mendoj që do duhej akoma më shumë të përkraj gjesti, sepse ka promovuar një super lojë që nga një njerëz do të ishte shumë e pabesueshme ta bënte. E di pse e them këtë, sepse të rinjët din që të jenë impulsiv, din të jenë të pakontrollueshëm, gjesti tregonte edhe pjekuri standarde emocionale dhe patjetër që morën mbështetje për kraj nga publiku. Po, Redion, nëse flasim për figurat të tilla, realisht si gjesti, por ka pasur edhe në Big Brotherin e kaluar që ka qenë Luizi, sa mund të jenë, ndoshta sa mund të përdoren si imazhe kështu për të instrumentalizuar ndoshta edhe çështje politike apo çështje të tjera? Sigurisht Luizi e kishte këtë, le të themi, përfshirje politike, e kemi parë që ajo bë pjesë e fushatës aso kohe. Nuk e di nëse gjesti do të përfshihet apo do të jetë pjesë e ndonjë klani politik apo do të jetë pjesë aktuale e zgjedhjeve që ne në Shqipëri kemi tashmë me datën 11 maj. Interesante do të ishte, pasi padyshim gjesti, le të themi, e ka të frymën e adrenalinës, e ka të që ka shkuar tek publiku dhe të gjithë e duan. Roni, kam dhe një pyetje për ty. Pas përfundimit të Big Brotherve të gjesti, dim e përmenda dhe në fillim në atë përshkrimin që ka pasur reagime dhe diskutime të shumta. Por si mund ta përballojë ndoshta gjesti për këtë kritikat, famën, zhvillimet, e dim që pati goxha emocione para nisjes së projmit dhe shoqëruan edhe gjatë projmit. Si mund të përballojë ndoshta tash, si mund ta përjetoj? E di çfarë them, Arda. E sikur të ishim të gjithë në vendin e tij se çfarë vere të mrekullueshme ta përjeton me ky djalë. E pret një verë jashtëzakonisht emocionante, jo vetëm famoze dhe spektakolare, por edhe avancuese përparindare edhe në sferën e muzikës edhe në shumë sfera tjera jetësore. Dhe e di pse e them këtë, sepse gjesti si në shtëpi brenda reality show, po dhe jashtë, është fleksibil, jashtëzakonisht empatik dhe me patjetër që këto simptomat apo pasojat psikologjike të izolimit mund t'i përpunoj edhe në ndihmën e ndonjë terapisti të profesionalizuar. Edhe këtë do ta bënte pavarësisht prej nevojave dhe kërkesave të tija, por unë gjestin e shoh në verën e vitit 2025 jashtëzakonisht të lumtur. Dhe mendon që ndoshta nuk do të ishte e vështirë, se ka pasur edhe kritika, apo një farë lloj ashtu ku përballesh me gjithë ato ndryshime që ka pasur në jetën e tij gjatë kohëve të fundit, e dim?
Të gjitha këto kritika, Gjesti ju ka përgjigjur me super strategji, nuk ka puls, u kry ma. Kështu që U kry çdo sen. gjithçka, po pra, u kry çdo sen, edhe kështu që vera e tij është super sensacionale. Këtë parashikoj duke parë nga situata gjendjen e tij emocionale dhe momentet e lumtura që po i kalon me Eglit. Po, faleminderit shumë, me kaq vetë se përmbyllim këtë pjesën puna e kohës, a do ta përmbyllim. Rune, faleminderit shumë, Radian, shumë faleminderit. Faleminderit. Nderuar shikues, me kaq vetë se po përmbyllim pjesën e parë të emisionit Dita e Re.